Shoqata Nexhat Albania shpreh shqetësime dhe dënon fuqishëm çdo formë kërcënimi, presioni dhe intimidimi që synon të friksojë anëtarët dhe mbështetësit e kësaj shoqate, drejtuesit dhe bashkëpunëtorët e saj si dhe çdo individ që mbështet në mënyrë të lishme dhe publike të drejtat e njerëzit. Mesazhet kërcënuese dhe denigruese të ardhura së fundmi nga individ të lidhur me organizatën Mujahedine përbën një përpjekje për të hapur dhe për të heshtur ose për të penguar aktivitetin ton human dhe ligjor. Dua ta them qartë për opinionin publik. Të gjitha këto tentativa presioni nuk na ndalojnë dhe nuk do të na ndalojnë dot. Shoqata Nexhat Albania vepron në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, legjislacionin në fuqi dhe për çdo funksion të organizatave jo fitipruese dhe standarde ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Aktiviteti ynë është transparent, ligjor dhe i fokusuar në mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, në veçanti të refugjatëve të huaj të cilët janë integruar në shtetin shqiptar. Etiketimet, akuzat dhe shpifjet pa asnjë lloj baze ligjore ndaj shoqatës Nexhat Albania nuk janë gjë tjetër veç se një përpjekje për diskreditim dhe intimidim, të cilat bien ndesh me parimet e një shteti të së drejtës. Askush nuk ka të drejtë të përdorë frikën si një mjet për të penguar të drejtën e shprehjes, asociimit dhe veprimtarisë humanitare. Ndërkaq në këtë kuadër dua të theksoj gjithashtu se së shpejti do të publikohet dhe filmi im i dytë dokumentar, një vepër e dedikuar jetës, sfidave dhe realitetit të përditshëm të këtyre refugjatëve për cilët unë përfaqësoj. Ky film është pjesë e angazhimit tim personal dhe institucional për të sjellë vëmendjen e publikut në historinë njerëzore që shpesh heshten, injorohen dhe keq përdoren kështu politikisht. Ky projekt artistik dhe dokumentar nuk është vetëm një akt provokimi, por një thirrje për ndërgjegjësi, empati dhe respekt për të drejtat themelore të njerëzit. Asnjë presion, kërcënim apo tentativë friksimi nuk do të na bëjë që ne të heqim dorë nga misioni ynë për të dëshmuar vetëm të vërtetën dhe për të mbrojtur ata të cilët nuk munden të kenë zë. Ndërkaq shoqata Nexhat Albania do të vazhdojë aktivitetet e saj pa asnjë lloj lëkundje dhe të intensifikojë punën për të mbrojtur të drejtat e njerëzit dhe të rezistojë kundrejt këtyre sulmeve dhe për të rezervuar të drejtën dhe për të ndjekur të gjitha rrugët ligjore ndaj çdo individi apo strukture që cënon në fakt sigurinë, integritetin dhe reputacionin e saj. Ne besojmë se e vërteta, ligji dhe humanizmi nuk mund të ndalen dot nga kërcënimet. Faleminderit. Faleminderit. Në vijim të mesazheve kërcënuese dhe denigruese të drejtuara ndaj meje nga zoti Ali Rahmati, lidhur me organizatën MEK, ndjej detyrimin profesional dhe qytetar të sqaroj opinionin publik. Zoti Ali Rahmati, përmes komunikimeve private në mënyrë intimidimi, ka pretenduar se do të drejtohet dhomës avokatisë me qëllim presioni, duke paraqitur mbështetjen time për drejtat e njerëzit dhe për shoqatën Nexhat Albania si një akt të dënueshëm. Kjo përvjen një përpjekje të qartë për të më fiksuar dhe për të më mbyllur gojën në ushtrimin e lirë të profesionit tim dhe bindjeve të mia ligjore. Duhet të bëj të qartë publikisht se mbështetja e të drejtave të njerëzit të një shoqate ligjore që kujdeset për refugjatët e huaj në Shqipëri nuk është shkelje ligji, por është në përputhje të plotë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konventat ndërkombëtare dhe etikën profesionale të avokatit. Çdo formë kërcënimi, presioni apo tentative për diskreditim përbën vepër penale, e parashikuar dhe e dënueshme nga legjislacioni penal shqiptar. Askush nuk ka të drejtë të përdorë institucione profesionale si mjet shantazhi për të heshtur zëra që mbrojnë ligjet dhe të drejtat themelore të njerëzit. Gjithashtu, akuza publike të bëra ndaj shoqatës Nexhat Albania janë të pavërteta, të pabazuara në fakte dhe përbëjnë shpifje, duke cënuar rënd reputacionin e një organizate që vepron në mënyrë të ligjshme dhe transparente në territorin e Republikës së Shqipërisë. Çdo vazhdim i këtyre veprimeve kërcënuese dhe denigruese rezervon të drejtën time dhe të palëve të vështira për të ndjekur rrugë ligjore, penale dhe civile ndaj autorëve përgjegjës. Me respekt, avokat Ilir Murra.